Shëmbëltyra e gruas sa vej dhe e gjykatësit. U tregoj edhe shëmbëltyrën se si duhet të lutemi gjithmonë e kur të mos pushojmë. Ai tha, ishte në qytet një gjykatës që hynë nuk dronte e për njerëz nuk e çante kryet. Po në atë qytet ishte edhe një grua e vej, e cila shkonte shpesh tek ai dhe i lutej. Me mbro prej kundërshtarit tim, por ai s'qe në kujdes për një kohë të gjatë. Dikur tha, vetë me vete, edhe pse se druaj hyun e për njerëz nuk e nxej kryet. Megjithatë, pasi kjo grua e vej po me trazon, do të mbroj që të mos vij me të më mërzis prore. Zotria vazhdoi. Dëgjoni, ç'thot gjykatësi i padrejt. Vallë, hyj, a nuk do t'i mbrojte zgjellurit e vet që i kërkojnë ndihmë ditë e natë, po a do të vonoj ndoshta me çështjen e tyre. Unë po ju them, do të ngritet me nxitim për t'u ardhur në ndihmë atyre, por kur të vijë biri i njeriut, a thua do të gjej fe mbi tokë.